mba shumë përshtypje që te protesta UÇK-s nuk ishte pjesëmarrje të rinjisë shqiptare. Organizohej nga veteranët e luftës, edhe rinia shqiptare ishte adoleshentët, as nuk e diskutoja që këta kanë lënë mend çfarë. Adoleshentët shqiptarë janë bo, nuk thas për gjithë, po në përgjithësi këta që rrinë nëpër parqe, tu ne tu pi bar, e tu bo si mafioza filmash, ta kanë lënë mend çfarë. Kjo është brezi më i llastun që kemi pas ndonjëherë. Po edhe 20 e sipër absent, as kërkun, inexistent, nuk ekzistosh as kërkun. Mungesë totale. Ka qenë protest për kalamaj, për gra, po edhe për burra, për luftëtarë që kanë mbrojt dinjitetin e familjes tyne. Ishte proteste organizume nga veteranët edhe nuk erdhen protest. Ti ishte organizuar nga ne këngëtar repi, do ishte bo nami, kurse kur organizohet nga moshat më të mëdhaja që kanë luftu, dhe jo vetëm, por nga moshat pjekura që kanë luftu për atë dhëun, për dignitetin e familjes, jo, as kërkun. Është përtar turp. Ku ishte, lind pyetja, rinia shqiptare dhe adoleshentët shqiptarë që nuk ishin protest për bashkëmoshatarët e tyne që i vrau okupatori serb gjatë tensioneve të luftës Kosovës. Ku ishin? Ja u them unë se ku ishin. Ishin ose duke pi bar, ose duke lujt me lojra elektronike, ose duke bo trolling në internet me profile anonime të sha personazhe publike dhe femra, dhe do një madhi zot ke qenë dhe në njoni duke bo stërvitje apo duke bo mësimet. Po këto që shoh une janë shenja shqetësuese. Isha duke u kthy nga protesta, e cila ishte paqësore, ishte perfekte, edhe ishin ca adoleshent tillët njëri a pi mo bar, tu më pyet për drogë, kur i afroj mikrokullogarin bën dhe dorën këtu, që mos më afro më shumë. Jo t'jet adoleshent, atjet i madh, atjet çat doje, momentin që mu dikush më akuzon për përdorim droge, a më bën të tilla provokime në publik, jo t'i ketë baben e dajat e agjat të fort, o t'jetë djali i Zotit me e ditë se humb jetën, do haje shpulla. Nuk e kam bo hala, se kam bo hala, po ka për të ndodhë. Sepse kam duru mjaft, për arsye, jo pa këngëtar kë, ama se ky bagë, jo pa artist, jo pa që artisti e ti. Unë nuk jam artist me më përqesh në publik, as me më ofendu në publik. Jam artist për veten time, edhe për ata që ma vlerësojnë. Kështu që janë shenja shumë shqetësuese se për qa brezi po rritet, jo i ndërgjegjshëm për më elementareve për lirinë e kombit, për me protestu për bashkëmoshatar tyne që kanë humb jetën nga ushtria gjakatare serbe. Nuk ishin aty, si ishin, nuk ishte me hik lartë, ishte me hik deri ke sheshi Skënderbej, me nejt, sa nejtëm, 1 orë e pak, 2 orë, sa nejtëm, as i gjë si ishte. Kishte qenë një parti me këngë, mafiozash e gangsterash, kishin ardhur tan. Kishte qenë në njëna që nxjerr trupin, kishin ardhur tan. Ama për protestën e UÇK-s, për turbin e tyne, rinia shqiptare, adoleshentët shqiptarë munguan.